kur shohim një grua tjetër, gjëja e parë që na vjen ndërmend është shpesh një kritik. Pse ne gratë jemi shpesh kritiket më të ashpra të njëra tjetrës, në vend që të jemi mburoja më e fortë. Sot do të flasim për këtë luftë të heshtur dhe si mund ta kthejmë atë në solidaritet. Na ndiqni në programin Shpresë për ty. TWR Albania prezanton Shpresë për ty. Mikesha të programit Shpresë për ty, përshëndetje dhe mirë se vini në programin ton të sotëm, një program informativ edhe shumë inkurajues, i ideuar duke ju pasur në mendje ju dhe problemet me të cilat përballeni gjatë jetës së përditshme. Unë jam Dena dhe unë jam Marta, si gjithmonë është kënaqësi që jeni duke na ndjekur. Sot do të flasim për gjykimin mes grave dhe se si ne mund ta lëmë atë pas krave e të bëhemi mbështetëse dhe inkurajuese të njëra tjetrës. Duam apo nuk duam ta pranojmë, po të jemi të sinqerta me veten, mund të themi se historikisht gratë janë vënë në konkurrencë me njëra tjetrën për vëmendje apo status. Shoqëria historikisht I ka vendosur gratë në një lloj kafazi rregullash, si duhet të duket një nënë e mirë, si duhet të vishet një grua e moralshme, si duhet të sillet një grua në karrierë. Kur shohim një grua që I thyen këto rregulla, për shembull vesh diçka ekstravagante për shijen ton, apo flet hapur për ambicet e saj, ne gjykojmë jo nga që ajo po bën diçka të gabuar, por sepse ajo po bën diçka që ne nuk do t'ja lejonim kurrë vetes son. Gjykimi është shpesh një formë vetëdisiplinimi që ne ushtrojmë mbi tjetrën për të mbrojtur frikrat tona. Ekziston një ide e gabuar se suksesi, bukuria apo vëmendja janë si një tortë e vogël që do të thotë se nëse ti merr një copë të madhe, për mua do të mbetet më pak. Kjo na bën ta shohim çdo grua tjetër si rivale. Nëse ajo duket bukur, ne ndihemi më pak të bukura. Nëse ajo promovohet në punë, ne ndihemi të dështuara. Por është një shprehje që thotë, drita e tjetrës apo të tjerave nuk e fik dritën tënde. Përkundrazi, sa më shumë gra të shkëlqejnë, aq më shumë drejtohet rruga për të gjitha ne. Shpesh gratë bashkohen përmes përshpërimeve, për të mos thënë thashëthemeve, për një grua të tretë që nuk është aty. Kjo krijon një ndjesi të rreme solidariteti. Ne ndihemi sikur jemi bërë pjesë e një grupi sepse po kritikojmë dikë tjetër. Por ky është një solidaritet helmues. Në momentin që largohemi nga ai grup, e dim se ato do të flasin njësoj edhe për ne. Ky lloj gjykimi na mban të gjithave në tension dhe na pengon të jemi të sinqerta. Shumë e vërtet Dena, por mes gjërave të tjera që duhet të mendojmë, duhet të na shqetësojë ideja se çfarë modeli po japim vajzave tona. Vajzat e reja na dëgjojnë. Kur ato dëgjojnë nënat, motrat apo shoqet e tyre duke gjykuar trupin apo zgjedhjet e një gruaje tjetër, ato mësojnë se bota është një vend I pasigurt, ku duhet të jesh perfekte për të pranuar dhe për të mos u gjykuar. Ky gjykim mes nesh ushqen direkt pasigurinë e tyre dhe I shtyn ato drejt bisturisë apo botoksit për të shpëtuar nga kritika jon. Mund të dëgjoni për këtë edhe programet tona të mëparshme. Por jetë disa të vërteta të cilat edhe mund të mos ju pëlqejnë. Dikush ka thënë se e vërteta është një fshikull e ashpër, por ne duam të jemi të sinqerta me ju. Kur gjykojmë dikë, ne shpesh po projektojmë pasiguritë tona. Ne gjykojmë gratë e tjera për atë që kemi frikë se ato do të na gjykojnë ne. E vërteta e parë është frika nga pasqyra. Kur shohim një grua që ka bërë botox dhe e gjykojmë ashpër, duke thënë sa artificiale duket, pyetja që duhet I bëjmë vetes është: çfarë më shqetëson mua vërtet? Shpesh ajo që na shqetëson është frika jon nga plakja. Duke gjykuar atë që u përpoq ta ndalonte plakjen, ne po fshehim pasigurinë tonë se ndoshta edhe ne vet nuk ndihemi mjaftueshëm të bukura, ndërsa vitet kalojnë. Ne gjykojmë zgjedhjen e saj sepse nuk kemi gjetur ende paqe me problemin ton. Me që jemi këtu dhe duke patur parasysh ato që tham në programet e shkuara, mua personalisht nuk më pëlqen botoksi, por në asnjë mënyrë nuk duhet ta lejoj veten time të gjykoj dikë që e ka bërë këtë. Duhet të mësojmë të bëjmë dallimin midis shijes personale dhe gjykimit. Kjo është diçka që duhet theksuar, Arta, dhe faleminderit që e bëre këtë dallim. Edhe kalojmë kështu tek e vërteta e dytë që është se ne gjykojmë atë që nuk I lejojmë vetes. Nëse gjykojmë dikë për veshjen, për shembull, si mund të themi, si është veshur ashtu, me një stil që unë ndoshta nuk do ta lejoja kurrë vetes time. Kjo shpesh vjen nga vetë kufizimi. Ne jemi rritur me idenë që duhet të jemi të veshura me diçka e cila imponon respekt. Dhe kur shohim një grua e cila guxon të ketë një stil ndryshe nga joni,
Ajo liri na tremb ose ndoshta na bën edhe pak xheloze. Në fakt nuk po gjykojmë veshjen e saj, por po gjykojmë guximin e saj. Një guxim që ndoshta e kemi shtypur tek vetja për të mos u ndjer të gjykuara në thonjza nga të tjerët. Ndonjëherë kur gjojmë gjëra të tilla Dena, sikur na vret pak ndërgjegja në fakt, se të gjitha e bëjmë realisht edhe të gjitha e kemi këtë ndjesinë që na duket vetja pak më e përmbajtur edhe nuk do ta bënim dot atë gjë. Por në fakt thellë mund të jetë një lloj xhelozie, po të jemi të sinqerta me veten. E vërteta e tretë është se ne jemi kritikja jonë e brendshme. Ne duhet të kuptojmë se zëri me të cilin gjykojmë botën është i njëjti zë me të cilin gjykojmë veten në pasqyrë çdo mëngjes. Nëse jemi shumë kërkuese ndaj të tjerave, jemi tmerrësisht mizore ndaj vetes. Një grua që e pranon veten me të gjitha papërsosmëritë e saj, nuk ka pse të sulmoj papërsosmëritë apo zgjedhjet e një gruaje tjetër. Gjykimi i ashpër është në fakt një klithje e pasigurisë son. Sa më e pasigurt të ndihet një grua, aq më shumë pika të dobta do të kërkojë tek të tjerat për të ndjerë më lart se ato. Shoqëria na ka mësuar se ka vend vetëm për një grua në maj. Kjo na bën të shohim suksesin e tjetrës si kërcënim, jo si frymëzim. Pra, të shohim gruan tjetër si rivale edhe jo si aleate. Kur shohim një grua që arrin majat, reagimi ynë instiktiv shpesh është zilia ose dëshira për t'i gjetur një defekt. Kjo ndodh sepse shoqëria na ka mësuar të krahasojmë jetën tonë me të tjerët, dhe kjo është diçka që duhet ndryshuar rrënjësisht. Suksesi i një gruaje tjetër duhet të na tregojë se ne mund të arrijmë gjithçka. Nëse ka arritur t'i rrëzoj barrierat, edhe ne mundemi. Dhe ja se si na dëmton gjykimi nga gratë e tjera. E para, ai sjell izolim. Gjykimi krijon mure duke na bërë ta humbasim lidhjen me njerëzit. Pra, ai është një akt ndarjeje. Në momentin që ne vendosim një etiketë mbi një grua tjetër, kemi ndërtuar një mur mes nesh dhe asaj. Ky mur na pengon të shohim historinë e saj, dhimbjen e saj, apo betejat e saj. Duke gjykuar, ne humbasim mundësinë për të krijuar një mikesh, një aleate apo një mbështetje. Ne mbetemi të izoluara në ishullin ton të perfeksionit të rrem. Sa më shumë gjykojmë, aq më shumë njerëz përjashtojmë nga jeta jonë. Në fund, mbetemi vetëm me njerëz që mendojnë saktësisht si ne, duke e varfëruar botën tonë emocionale dhe sociale. E dyta, gjykimi na kthen mbrapsht frikën tonë, dhe ky është kurthi më i rrezikshëm. Kur ne krijojmë apo marrim pjesë në një mjedis ku thashë themi dhe gjykimi janë valuta kryesore, ne automatikisht e humbasim lirinë tonë. Nëse unë e kaloj kohën me shoqet duke gjykuar se si është veshur një kolege, po i dërgoj trurit mesazhin: "Kujdes, këto shoqe do të gjykojnë edhe ty nëse bën një gabim në veshje." Kjo krijon një gjendje ankthi të vazhdueshëm. Ne fillojmë të kontrollojmë çdo lëvizje tonën, çdo fjalë edhe çdo postim në rrjetet sociale, sepse e dim se sa thashë theme kemi bërë ne vetë për të tjerët. Kur gjykojmë një grua tjetër, ne po forcojmë ato standarde shoqërore që na shtypin të gjithave. Nëse gjykojmë një nën që punon shumë, po përforcojmë standardin që thot se nëna duhet të jetë vetëm në shtëpi. Nesër, kur edhe ne të duam të ndjekim karrierën, do të ndihemi fajtore sepse e kemi ushqyer vetë atë gjykim. Liria e vërtet vjen vetëm atëherë kur ne i japim tjetrës lejen për të qenë e papërsosur, për të gabuar apo për të eksperimentuar. Ajo që duhet kuptojmë dhe që është e rëndësishme, është fakti që liria që i japim grave të tjera, është liria që i japim vetes. Tani, ja disa gjëra që duhet të bëjmë për të shpëtuar nga kurthi i gjykimit. E para, që është shumë e rëndësishme, është të kalojmë nga gjykimi tek solidariteti. Herën tjetër që na vjen një mendim kritik për një grua, le të ndalemi pak edhe të gjejmë një gjë që na pëlqen tek ajo. Më pas ta themi këtë gjë me zë të lartë ose ta fiksojmë në mendje. Ndërkohë mund të mendojmë: ndoshta ajo po kalon një kohë të vështirë dhe kjo është mënyra e saj për të ndjerë më mirë. Ne duhet të mbajmë në mendje se kur një grua fiton, fitojmë të gjitha. Suksesi i saj hap rrugë edhe për ne. Sfida jonë për ju sot është kjo: bëjini një kompliment të sinqert një gruaje që nuk e njihni, ose dërgojeni një mesazh inkurajues një shoqeje që po kalon një kohë të vështirë. Le ta thyejmë sot pasqyrën e kritikës dhe të ndërtojmë urën e mbështetjes. Një gjë tjetër që mund edhe duhet të bëjmë për të shkëputur nga gjykimi i të tjerave është të ndryshojmë këndvështrimin ton nga rivaliteti tek frymëzimi. Ne duhet të mësojmë të shohim gratë e tjera si një provë të mundësisë. Suksesi i një gruaje nuk është humbja e një tjetre. Solidariteti fillon kur ne e kuptojmë se jemi në të njëjtën skuadër, jo në një garë me vetëm një fitues.
Ja dhe një hap tjetër me rëndësi thelbësore. Kur një grua sulmohet apo gjykohet në pranin ton, ne nuk duhet të heshtim. Solidariteti i vërtet nuk është vetëm kur jemi shoqe, por edhe kur mbrojmë një grua që nuk e njohim. Nëse në një tavolinë nis tash e themi për një grua tjetër, ne mund të jemi ato që thonë, ndoshta nuk i dim të gjitha rrethanat e saj, le të mos e gjykojmë. Edhe sikur vetëm këtë fjali të themi, do të krijojmë një mjedis të sigurt për të gjitha. Kur mbrojmë një grua tjetër, ne automatikisht kemi krijuar një hapësirë ku edhe ne vetë jemi të mbrojtura. Dhe mos harroni komplimentin. Një kompliment i sinqert mund të ndryshojë ditën e një gruaje dhe t'i jap asaj vetbesim dhe siguri. Jemi rikthyer në studio, mikesha të dashura, jeni duke ndjekur programin Shpresë për ty. Jemi duke folur sot për gjykimin mes grave dhe se si ta kthejmë atë në solidaritet dhe mbështetje. Më parë, grave nuk u jepeshin shumë mundësi, por sot gjërat kanë ndryshuar dhe kjo është diçka e mrekullueshme. Gjithsesi, gjykimi ndaj njëra tjetrës ende ekziston. Ndonjëherë duket sikur kjo ndodh nga që ka shumë gra, por sigurisht që kjo nuk është e vërtetë, sepse ka vend për secilën që të shkëlqejë, të rritet dhe të ndriçojë. A e dini pse? Sepse askush tjetër nuk mund të jetë si ti. Çdo grua është e ndryshme. Të gjitha kemi potencialin të lëmë gjurmën tonë unike në këtë botë dhe duhet të kujtojmë gjithmonë se ne kemi rëndësi për Jezusin. Shumë shpesh ne gjykojmë shpejt, gratë të tjera që as nuk i njohim, i ulim ato për shkak të statusit të tyre. Krahasojmë veten me dikë tjetër dhe ankohemi për sukseset e saj, ndërkohë që ne vetë luftojmë, bëhemi xheloze dhe zilishare sepse një grua tjetër u bekua me diçka që ne e dëshironim. Përpiqemi të ndihemi më mirë me veten, duke bërë dikë tjetër të ndihet keq, apo u tregojmë të tjerëve sekretet ose vështirësitë e grave të tjera. Sot është koha ta ndryshojmë këtë mënyrë të menduari. Perëndia në fjalën e tij na thërret të aduam njëra tjetrën. Në Bibël kemi shembuj të bukur që na tregojnë se sa të afërta dhe mbështetëse mund të jenë gratë për njëra tjetrën. Lexoni historinë e Naomit dhe Ruthit, apo të Marisë dhe Elizabetës. Ato nuk ishin xheloze për njëra tjetrën, por e mbështetën njëra tjetrën pavarësisht gjithçkaje. Le të mos bëhemi si Lea dhe Penina. Ato në vend që të silleshin mirë dhe të fitonin një mike apo motër, zgjodhen xhelozin dhe jeta e tyre u bë shumë e mjerueshme. Ja çfarë na mëson Bibla të bëjmë kur flitet për marrëdhëniet me gratë e tjera. Në fakt, këto fjalë vlen për çdo marrëdhënie, por ne sot po përshëndrohemi tek marrëdhëniet e grave me njëra tjetrën. E para, Bibla na thotë të trajtojmë të tjerët ashtu siç duam që ata të na trajtojnë ne. Ky rregull i artë duhet të mbetet gjithmonë në mendjen tonë sepse është një sjellje bazë njerëzore. Nëse nuk doni që të tjerët të flasin për ju ose t'ju trajtojnë ndryshe, atëherë mos ja bëni këtë dikujt tjetër. Të tregosh dashurinë ndaj grave të tjera, edhe kur ato janë bekuar me atë që ti e doje më shumë, është një nga mënyrat më të lehta për të marrë pikërisht atë që dëshironi. E dyta, Bibla na mëson që ne vetë të bëhemi gruaja e pjekur. Pjekuria ka çmimin e saj. Ne mund të mos duam të falim të parat apo të zgjasim dorën e pajtimit. Por ndryshimi fillon pikërisht këtu. Jini të pjekura, le t'i bëjmë një kompliment dikujt, edhe kur ajo nuk na bën kurrë. Mirësia është ngjitse. Ndonjëherë ne duhet jemi personi me zemër më të madhe. E treta, Bibla na mëson të inkurajojmë gratë e tjera. Është bukur të mbështesim dikë që po vjen pas nesh ose edhe dikë që është përpara nesh. A keni ndonjëherë ditë të trishtuara? Inkurajimi është gjithmonë i nevojshëm. Disa gra mbajnë maskë dhe i fshehin emocionet, ndjenjat apo atë që po kalojnë. Kështu që mos gjykoni. Nëse nuk e njihni personin edhe nuk e keni jetuar jetën e saj, mos e gjykoni. Unë personalisht gjithmonë dua të shoh më të mirën tek të tjerët, por mbi të gjitha, gjithmonë dal nga shtëpia me dëshirën për të inkurajuar kudo që Perëndia vë në rrugën time. E katërta, Bibla na mëson se gjua është një shpatë me dy tehe. Fjalët janë shumë të rëndësishme dhe kanë një ndikim të jashtëzakonshëm në jetën e njerëzve. Mos flisni për një grua tjetër pas shpinës së saj. Si gra, tashmë kemi shumë gjëra mbi supet tona. Shumica prej nesh nuk kanë forcën e nevojshme për të përballur me fjalët keqdashse, të cilat mund të na shkatrojnë emocionalisht, por edhe frymërisht. Mikesha të dashura, ka ardhur koha që të fillojmë ta mbështesim njëra tjetrën. Në Bibël na thuhet se kishte një mosmarrveshje midis Evodis dhe Sintikës në kishën e Filipis. Konflikti i tyre ishte aq i madh sa apostulli Pale përmendi në letrën e tij dërguar filipianëve.
Ky konflikt mund të ishte i njohur në kish dhe mund të sillte përçarje. Dhe Pali u thot këtyre dy grave: bëj thirrje vodis, bëj thirrje gjithashtu sintikës, të jenë të një mendje në Zotin. Ne jemi besimtare në Krishtin, jemi motra në Krishtin dhe duhet ta duam njëra tjetrën ashtu si Krishti na do. Nuk ka asgjë që ne nuk mund ta falim, sepse nuk ka asgjë që Perëndia nuk do të na e falë, nëse i kërkojmë atij falje. Bibla thekson mbështetjen e grave nga gratë përmes tregimeve të fuqishme të mentorimit dhe inkurajimit të ndërsjellët. Tek letra drejtuar Titit, kapitulli 2, vargjet 3 deri në 5, Pali thot: gjithashtu edhe gratë e moshuara të kenë sjellje ashtu si u ka hije shenjtoreve, jo shpifse, jo robinja ndaj verës së shumt, por mësuese të së mirës, që t'i mësojnë të reja të duan burrat e tyre, të duan bijtë e tyre, të jenë fjalpak, të lira, t'i kushtohen punëve të shtëpisë, të mira, të bindura ndaj burrave të tyre, që fjala e Perëndisë të mos blasfemohet. Ai inkurajon gratë të udhëheqin dhe mbështesin gratë e reja në jetën e tyre, duke krijuar një kulturë mentorimi dhe rritjeje. Mikesha të dashura, cili është mesazhi që keni marrë sot? Ne shpresojmë dhe lutemi që të keni marrë një mesazh shumë të fuqishëm në fakt, që do t'ju ndihmojë të esni përpara jo vetëm ju, por gjitha ato gra që janë rreth jush. Dhe këtu pak nga pak ka ardhur koha të ndajemi edhe për sot, por duam t'ju kujtojmë se mund ta dëgjoni këtë program si dhe programet e tjera Shpresë për ty në YouTube dhe t'i ndani ato me mikeshat tuaja. Mjafton të shkruani TWR Albania, playlista Shpresë për ty 2026 dhe do të gjeni aty këto programe. Gjithashtu ju inkurajojmë të na shkruani për çdo pyetje, kërkesë për lutje apo nëse doni të ndani historinë tuaj me ne. Mund ta bëni këtë përmes një letre në TWR Albania, kutia postare 130 Tiranë, përmes një emaili në twralbania@gmail.com ose përmes një mesazhi në faqet tona në Facebook dhe Instagram Shpresë për ty. Ne ju urojmë një javë të bekuar dhe miru dëgjofshim në programin e ardhshëm. Ndoshët programin Shpresë për ty.